dhe i bëj thirrje apostolit, nuk i hyr në jetën private, kurdo që t'i jepet mundësia të kthehet në gjirin e familjes, se më mungon prej 18 vitesh që nuk e ka bërë 10 minuta gjumë në familjen tonë. Dhe nëse ka nevojë që s'vjen dot, nuk ka lek që të kthehet në Shqipëri, familja dhe fisi apostolit e ndihmon kompletësh në këmbë ta ndihmoj në çdo drejtim që apostolit ketë nevojë për familjen, që të kthehet në Shqipëri. Unë nuk i ndërhyj në jetën private, të vazhdoj atje ku është, vetëm të mbaj lidhje telefonike, të dal në internet, që të shmallohemi, se jemi shumë të shqetësuar. Ku ndodhet? Qa t'i them apostolit? Apostoli ka ikur minore, nuk ka ikur në një moshë madhore, që të krijoj mall për familjen. Ne kemi mall për të. Na mban mend apo jo, nuk e dim. Të gjithë të sakrificë që keni bërë për të, pra e keni larguar në moshën 5 vjeçare, keni bërë vetëm për shëndetin e tij apo jo? Po. Në momentin që filloi që shëndeti i tij të ecte gjithmonë mirë, keni menduar se ndoshta në atë kohë kanë filluar të ndërpriten dal nga dal marrëdhëniet dhe kontaktet që ju keni pas me apostolin? Po të thosh, Aida shumë ka ardhur, gradualisht ka ardhur. Që na fillimisht humbi gjunë fëmija. Se ati kishë shqiptar plot, se s'ka vend për jashtë. I bëj një pyetje se zonjës, si më moritë në Tiranë, thash, ti përkthyer si ti thash, si ka mundësi të humbasi gjunë? E bëj i vogël, tha, dhe na shëndeti, tha, një gjuhë do vazhdoj, tha, mi bëm të përballon do të dyja. Pra filloi gradualisht me gjuhën? Që në 94. Se më thanë për një vit, si e gjumë në emision, e mbajtën 3 vite të sa. Humbi kontakti, humbi gjua, po s'pata gjumë, se që të kompërsh. E kështu gradualisht, sa vinin edhe s'postoshim, largoshim. Dash të ardhët në Shqipëri, ata zotrin, dash fëmija, e shumë gjera të tjerë, ka shumë historie madhe shumë. Mendoni se, duke marrë parasysh që të thatë dhe ju, se fillimisht filloi pra gradualisht të haronte gjuhën, ose më mirë të mos i mësoi gjuha shqipe, fliste vetëm një gjuhë, mendoni kanë kaluar shumë vite, ai është rritur me një familje tjetër, vinte shumë rrallë në Shqipëri, mendoni se në një farë mënyrë në thoj se keni humbur që në moshën 5 vjeçare? Faktikisht, dhe në 2000 nuk e kemi padur të mendje. Ose na 2000 e mbasë, deri sot, nga ka kaluar po atë. Nga them, se na fëmijën zërë se nga ka humbur. Se po s'pate lidhje, po s'pate kontakt, dytërmisht që me këtë lidhje. Gjuna ka humbur. Edhe ndi qka të kisha, të fundit dhe shumë. Nëna ime, a valdi fëmija që prindrit dhe vlezë dhe kërkojnë, valde kanë thënë të, a një numër telefonit dhe që shëtë. Të s'jam i qartë. Unë do doja t'ja epja fjallën gazetarëve dhe pikërisht sedës, se da letë marim vesh pra nga verifikimet që ne kemi bërë që në momentin që është prezentuar kjo histori. Qëfar është zbuluar, me cilat persona kemi kontaktuar dhe qëfar nga kanë thënë ata në lidhje me historinë e apostolit? Atër unë po japë edhe njërë të dhënat e tja, Apostol Cervanaku, aktualisht 22 vjeç, vendlindja Fier, ka humbur kontakt me familjen e tij në janar të vitit 2006 nga Amerika. Apostoli që në moshë të vogël ka pasur probleme me shëndetin e tij dhe për këtë 2 prindrit e tij e vizitojnë atë në qytetin e Fier dhe më pas në Tiranë. Mjekët thonë se ai nuk ishte në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe për këtë do t'i mundsonte që djali të largohej jashtë vendit për kurim. Kur djali ishte vetëm 5 vjeç, ju bëi mundur që ai të largohej në drejtim të Amerikës. Në vitin 1992 ai largohet për herë të parë në Amerikë dhe për kujdesjen e këtij fëmije, pra të apostolit, ishte një familje me mbiemër Reuters. Në datën 25 dhjetor të vitit 1992, apostoli kryen operacionin e parë, ku del me sukses dhe familja amerikane Reuters i telefonon prindërve të apostolit dhe i thotë se djali e kreu operacionin dhe është shëndoshë mirë. Në mars të vitit 1993, apostoli kryen operacionin e dytë dhe del sërisht me sukses. Në datën 22 prill të vitit 1993, apostoli vjen në
Shqipëri, shoqëruar nga familja i cili e mbante në Amerikë, ku qëndron vetëm për pak kohë në familjen e tij. Në datën 15 janar të vitit 1994, djali për disa arsye të vogla shëndetësore detyrohet sërish për të larguar në drejtim të Amerikës. Gjatë kësaj kohe të dy familja e tij pra kishte kontakte të rregullta me të. Nga viti 2000 dhe deri në vitin 2006 telefonatat filluan të ralloheshin, pra sa më shumë telefonatat bëshin në kohë më të gjatë. Nga viti 2006 dhe deri në këto çaste të dy prindrit dhe familja e tij nuk di asgjë për djalin e tyre, për fatin e tij. Ne kemi arritur ai të kontaktojmë me zotin Agim Xhumari, i cili ka qenë mjek dhe përkthyes njëkohësisht i kësaj familje, ai i cili është drejtuesi shoqatës Betani me qendër në SBA. Ai ka pohuar se ka mundsuar, pra ky zotëri ka ndihmuar që apostolit të kurohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe të dilte me sukses pikërisht kurimi i tij apo jo. Po, dhe gjithë përkthimin, sepse djali dihet që nuk mbante më në shqipen, gjithë përkthimin e gjuhës ja bënte ishte ky person i cili lidhte djalin me familjen e tij. Ai ka pohuar se ka folur me familjen Reuters, familjen e cila përkushtohej për këtë djalë. Ata kanë thënë se është në dorën e djalit për të kontaktuar me familjen. Ne kemi ngulmuar për të marrë të dhëna më të sakta, pasi nuk është e drejtë që një familje të hiqet në këtë lloj mënyre fëmia e tyre, pasi ata e dërgojnë për kurim dhe më pas nuk dinë për fatin e djalit. Ai ka pohuar se kjo familje, pra familja Reuters, ka thënë se djali nuk është më në familjen e tyre, pra ishte larguar. Na është dhënë edhe një adresë, pra se djali jeton në Meksiko, është një adresë që ne jemi duke verifikuar ende në këto momente, por ende diçka konkrete. Familja ka marrë një foto nga zoti Agim, është një foto që është marrë nga një faqe interneti. Zoti Agim i ka dhënë fjalën më saktë se do t'i mundsonte një lidhje mes djalit dhe familjes, por kjo gjë nuk është bërë ende e mundur. Ne kemi folur personalisht me këtë person, e kemi takuar, na ka dhënë fjalën se do të na ndihmojë, do të na bëjë të mundur lidhjen me familjen Reuters, që ne të flasim, të kontaktojmë personalisht me këtë familje dhe të marrim vesh të vërtetën se si është historia e djalit, se ku ka përfunduar ai, por ende në këtë moment nuk kemi arritur të kontaktojmë. Dua të them se kemi dy numra telefoni, një numër celular dhe një numër fiks të kësaj familje në Amerikë, por ende nuk kemi arritur të kontaktojmë. Gjithmonë bëhet fjalë për familjen Reuters. Po. Këta dy numra janë kontaktuar pothuajse në çdo 2 orë, 1 orë, por këta dy numra nuk del asnjë lloj personi, del vetëm sekretaria. Dua të them se kemi edhe 2 numra telefonit të apostolit, të vet djalit, pra, të cilët janë dhënë nga zoti Agim, por dhe këta numra del sekretaria, pra asnjëherë nuk kemi mundur të arrijmë të flasim vetëm me apostolin. Këto 2 numra të apostolit flasin gjithmonë për vendodhjen e tij në Meksik, pra në Meksiko. Ndërkohë që familja, pra, deri në këtë moment nuk ka arritur të flasë asnjëherë me apostolin, drejt për së drejti. Atëherë si nga verifikimet dhe kërkimet që ne kemi bërë, pra edhe në përfaqet në sajtet e ndryshme të internetit, duhet thënë se çuditërisht duke kërkuar rreth apostolit, ne kemi marrë vesh pra se apostoli nuk mban identitetin e tij, apo jo nuk mban mbiemrin e tij. Ne këtë ta theksojmë, pasi djali nuk njihet me mbiemrin e tij Cervanaku, por aty mban mbiemrin e familjes e cila e ka mbajtur atje, pra ka strehuar atje Reuters. Kemi arritur të zbulojmë dhe shkollën, se ku ai ka vazhduar studimet, dhe në regjistër, pra në gjithë listën e nxënësve që kanë qenë, ai njihet po me mbiemrin Reuters. Kjo na bën të mendojmë se ndoshta në një farë mënyrë ai mund të jetë birsuar nga ky çift, pra nga këta 2 shtetas amerikanë, të cilët fillimisht e kanë ndihmuar dhe kanë strehuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi deri në këtë moment nuk kemi absolutisht asnjë gjë konkrete dhe zyrtare që të na tregojë një gjë të tillë për një akt birsimi që mund të ketë ndodhur ndërmjet kësaj familje dhe fëmijës tuaj. Por në këtë moment ka diçka që ne mund ta publikojmë, se diçka të rëndësishme që duhet ta dëgjojnë dhe familjarë por dhe teleshikuesit. Po, atëherë gjatë gjithë kësaj jave stafi i emisionit Njerëz të Humër ka punuar vërtet shumë për këtë rast. Kemi arritur të gjejmë një adresë, mendojmë se është e saktë për djalin.
Ai jeton në Meksiko, është marrë dhe adresa e saktë e shtëpisë ku banon ai. Jemi duke kërkuar për një numër telefoni të tij personal, është një zotëri i cili na ka ofruar ndihmën e tij për të na gjetur një numër të tij personal i cili jeton. Po, është gjetur ndonjë vullnetar apo ndonjë shqiptar të cilët jetojnë në Meksiko dhe mund të na ndihmojnë duke dhënë këtë adresë? Po, është një djalë i cili është student, ka ofruar ndihmën e tij, ka vite që jeton me familjen e tij në Meksiko dhe ka ofruar ndihmën e tij për gjetjen e djalit. Le të shpresojmë se që ndoshta kjo të ndodhi pse jo natën e sotme, Bernard, nëpërmjet po? Që në momentin kur pyetet se edhe pra ka patur ndonjë vullnetar, unë mund të them se deri në këtë moment e ka patur disa të tillë, dhe njëri prej tyre pra është punë në të njëjtin shtet dhe ka ofruar ndihmën e tij. Ai thotë se nëpërmjet një forumi në internet ka edhe kontakt me këtë person dhe gjithsesi do mundohet pra për të marrë informacionet më të teshme, ndoshta kanë kontakt vetëm me apostolin, këtë deklaron apo? Të paktën emër mbi emër është i tillë. I tillë. I tillë. Le të shpresojmë. Na ka dërguar edhe një foto ai, domethënë them. Është dërguar edhe një foto, unë nuk e di nëse familjarët e kanë parë më përpara, është ky apo një person tjetër. Është e apostolit, gjithsesi ndoshta familjarëve, ndoshta ju është dërguar, mund të bëjmë një pra publikim regjia, ndoshta familjarët mund ta kenë, mund t'ju është dërguar nga personat në fjalë. Pikërisht kjo foto është dërguar nga ky zotëri nga Meksika. Bernard? Po. Atëherë është më se sigurt fakti që vërtet apostoli jeton në Meksik, përderisa ky zotëri është duke folur, kemi të bëjmë me apostolin apo jo? Ndërkohë, le të presim ndoshta deri në fund të emisionit dhe të shpresojmë se ndoshta natën e sotme ndodh një mrekulli. Në kontaktin tuaj pra me apostolin, do doja t'i thosha edhe nëse apostolit jam e bindur që të gjithë shqiptarët që na ndjekin pra kudo që ndodhen, kudo që ka shqiptar, jam e bindur që do të ndihmojnë. Pra, të shpresojmë ndoshta deri në fund të emisionit. Faleminderit. Se ndoshta të paktën të gjitha personat që kanë kontaktuar dhe kanë dërguar këtë foto në këtë momente, ndoshta do ta kontaktojnë dhe apostolin për të krijuar këtë urlidhje ndërmjet nesh dhe juve dhe apostolit, më falni. Atëre, Bernard, unë do doja dhe diçka tjetër të fundit. Ka pasur në lidhje me çiftin amerikan, pra çiftin Reuters, të cilët kanë strehuar apostolin, ka pas ndonjë pra kontakt apo ndonjë lëvizje nga anë e tyre? Sepse disponojnë disa numra telefoni, por në këto numra ata nuk përgjigjen. Gjithsesi po presim Aida, mund të them se është shumë shpresdhënëse situata, pra që nga fillimi që kur publikoi historia në këto pak minuta deri tani ka goxha informacione dhe lëvizje nga shqiptar të ndryshëm, ndoshta deri nga fundi mund të kemi diçka, pse jo. Atëherë le të presim, jemi gjithmonë në pritje duke shpresuar të ndikmesa juaj, po Altin. Falë që të preva. Ka pas shumë telefonata që janë interesuar për rastin e djalit dhe duan të dinë nga Michigani në çfarë vendi kanë jetuar me saktësi. Në Michigan në çfarë vendi kanë jetuar me saktësi? Të dhëna po? Teleshikuesit janë interesuar pasi kanë gjetur disa adresa që në lidhje me Grand Rapids. Faktikisht janë dhe ne po të adresa kemi dhe do u thoja teleshikuesit që na shikojnë që adresa ku mendojmë se mund të ketë jetuar familja adoptuese është në Grand Rapids, Michigan. Michigan. Shumë i rëndësishëm ky fakt që publikove, ndërkohë që jemi duke kërkuar pranë të gjitha drejtimet edhe me çiftin amerikan, por dhe në Meksik. Gjithsesi kam bindjen se ndoshta vërtet duke shpresuar te kjo foto që është dërguar pikërisht në momentin që ne flisnim për historinë e apostolit nga Meksika, kam bindjen se ndoshta ai vërtet mund të ndodhet në Meksik. Megjithatë, le të presim dhe të mos nxitohemi për të nxjerrë pra përfundime. Ndërkohë, ka diçka tjetër në lidhje me apostolin? Po, Seda? Aida, jam duke folur me një zotëri cili po kërkon të dhëna më të sakta për apostolin, pasi ditën e hënë do të shkoj vetë për ta kërkuar atë në adresën që ne kemi. Po, në Meksik. E falenderojmë nga zemra, zotëria telefonon nga Meksika, Seda. E falenderojmë nga zemra të gjithë shqiptarë që na ndjekin në këto momente nga Meksiko. Shpresoj, pra siç e thash dhe pak më përpara, kudo që ka shqiptar, shpresoj të na ndihmojnë natën e sotme për gjitha rastet që do të publikojmë deri në fund të emisionit. Atëherë, ndoshta filluam diçka mbar në lidhje me apostolin. Le të shpresojmë deri në fund të emisionit. Atëherë, nëse ka diçka tjetër, do doja të më ndërprisnit dhe në këto momente do të kalojmë në një histori tjetër, një histori të cilën ne kemi publikuar dhe emisione të tjera dhe ka shumë teleshikues të cilët kanë pyetur se çfarë është bërë me djalin e vogël 14 vjeçar, të cilin ne kemi kërkuar në studion ton, Leonard Limani.
Atëre, unë do doja të ndiqnim të gjithë së bashku, pra për t'ju rikujtuar dhe njëherë se kush ishte Leonard Limani dhe çfarë ndodhi me të, do doja të ndiqnim kronikën dhe të merrni vesh se vërtet çfarë ka ndodhur me Leonard Limanin. Ndjekim insertin.